Rreth dëshmisë së Kovejt ka folur ish agenti i Shikut dhe ish prokurori i UÇK-s Naim Miftari, i cili thotë se Thaçi ka gënjur amerikanët. Sipas tij, dëshmitarit e Thaçit po thon atë që ka përgatitur ai. Kur Hashim Thaçi kishte përkrahur gjykatën speciale, kishte menduar se ardhja e saj me ndihmën e disa miqve të tij ndërkombëtar, që kishte arritur t'i konkurronte gjatë viteve se ishte vetë kryeministër dhe kryetari i shtetit të Kosovës, do të bënte që në burgun e Hagës të përfundonin vëllezërit Haradinaj, Sabit Geci, Sami Lushtaku, Ismet Haxha, vëllezërit Jashari, Recep Selimi, Azem Syla, Remi, Lati, Gashi dhe ndonjë komandant i zonave operative ose ndonjë komandant brigade. Prandaj kishte punuar ditë e natë që të formohej e të votohej gjykata speciale, por kur një zyrtar i huaj kishte paralajmëruar se do të brugollsej vetë, gjërat kishin ndryshuar. Kishte dashur natën në parlament ta zhdukte gjykatën speciale, duke i gënjur edhe lëvizjen vetëvendosje se amerikanët po ja kërkonin me e zhbëj gjykatën speciale, por gënjeshtra nuk kishte kaluar. Pastaj Hashim Thaçi i kishte shkruar një letër të gjatë sekretarit amerikan të shtetit Mike Pompeo, ku ja kishte shpjeguar pse donte ta zhdukte gjykatën speciale, por sekretari amerikan i ishte përgjigjur rash përse nuk zhbëhet gjykata speciale dhe nëse je i pafajshëm shko dhe dëshmoje vetë si i pafajshëm, ndërsa sot dëshmitarët ndërkombëtar të Hashim Thaçit po thonë atë që e ka përgatitur Hashim Thaçi dhe e ka thënë në mënyrë të pandërprerë me kontakte me ndërkombëtarët që nga viti 99-2019 se vetëm Hashim Thaçi mund të sjellë paqe dhe t'i ndalojë problemet ndëretnike me serbët, kurse i shokët e UÇK-s, shokët e vet, i cilësonte si njerëz të egër, si rrugaç, si njerëz pa kulturë deri te vrasës mizor të ftohtë, deklaroi Miftari. Sipas tij, Thaçit i intereson vetëm pafajësia e tij dhe po i ik përgjegjësive të tij gjatë luftës. Dëshmitarët janë paguar miliona euro dollar të dëshmojnë për pafajësinë e Hashim Thaçit, të cilit vetëm pafajësia dhe lirimi i vet po intereson. Kur burgos e shkoi në Hag, deklaroi se po shkon atje të mbrojë UÇK-n, e në fakt që nga fillimi po e mbron Hashim Thaçin nga vetë UÇK-ja, duke ju ikur përgjegjësive të tij gjatë luftës. Kur ishte në Kosovë, deklaronte se mburri si Bibani, se ishte bashkëluftëtarja Demir Jasharit, se ishte themeluesi i UÇK-s, se ka luftuar me pushkë në dorë, se kishte marrë pjesë në aksionin nga dita e parë e UÇK-s, por kur shkoi atje, e paraqiti se gjatë luftës ai kishte qenë vetëm turist i luftës, edhe pse ishte përkrahës i luftës, ishte profiteri më i madh i luftës, i fondeve të luftës dhe pas luftës i korrupsionit. UÇK-ja pa Hashim Kadrin në rrethana lufte është ushtria më e disiplinuar në botë gjatë një lufte çlirimtare, ku pjesëtarët janë vullnetarë. S'ka gjykat në botë që mund ta dënojë të njollos luftën e drejtë të UÇK-s. Unë si luftëtar dhe ishe prokuror i lartë i UÇK-s, TMK-s e kam cekur që 2 dekada publikisht edhe me takime me ndërkombëtarët, por edhe në gjykatën e Hagës, se gjatë luftës tonë të drejtë kemi edhe gabime minimale, gabime rastësore, por edhe gabime e krime të pakta, por të shëllimshme individuale, ku X personi ka kishte përdorur uniformën, armën dhe luftën për qëllime individuale ose klanore, por nuk kemi deformim të UÇK-s as të luftës, së saj të shenjtë për çlirim. UÇK-ja nuk kishte kryer krime as akmarrje ndaj serbëve në Kosovë, përfundoi ndër të tjera Miftari.